A i gjen rend të përsosur, një fronë në qendër të gjithçkaje, të rrethuar nga vettima dhe bubullima, i kurorzuar nga një ylber që kujton mëshirën e beslidhjes së lashtë, ndërsa 24 pleq hedhin kurorat e tyre, duke pranuar se çdo autoritet buron nga ai që ulet mbi fronë, dhe krijesat qiellore shpallin pa ndërprer shenjtërinë e tij. Në qendër të kësaj skene qiellore ndodhet një rrotull e vulosur me 7 vula, që përfaqëson shpalosjen e plot të planit hyjnor për drejtësi dhe shpengim. Dhe kur një engjëll i fuqishëm pyet se kush është i denjë ta hap atë, qielli mbushet me heshtje, sepse asnjë qenie e krijuar nuk ka autoritetin për ta çuar historinë në përfundimin e saj të drejtë. Gjoni Chan, por i thuhet të shoh përsëri, sepse luani i Judës ka triumfuar. Megjithatë, kur ai sheh, nuk gjen një luan, por një qengjë që qëndron si i therrur, duke treguar se fitoria u arrit përmes sakrificës dhe jo dominimit. Kur qengji merr rrotullën, qielli shpërthen në adhurim dhe vulat fillojnë të hapen, duke liruar forcat që kanë shoqëruar gjithmonë njerëzimin, por që tani intensifikohen me qartësi apokaliptike. Pushtim, luftë, uri dhe vdekje, si pasojë të një bote të shkëputur nga krijuesi i saj. Shpirtrat e martirëve kërkojnë drejtësi, ndërsa shenja kozmike tronditin tokën dhe zbulojnë brishtësinë e çdo sigurie toksore. Megjithatë, para se vula e 7 të hapet, Perëndia vulos shërbëtorët e tij, duke treguar se edhe në mes të gjykimit ekziston mbrojtje dhe shpresë, dhe një turm e panumërt nga çdo komb qëndron para fronit, e veshur me të bardha, duke shpallur shpëtimin që vjen nga qengji. Kur vula e 7 hapet, një heshtje e shenjtë mbush qiellin, duke paralajmëruar një fazë edhe më të thellë të drejtësisë hyjnore. Heshtja në qiell nuk është boshllëk, por pritje e rëndë, si qetësia para një stuhje që dihet se do të shpërthej, dhe nga kjo qetësi dalin 7 engjëj, secili me nga një bori në dorë, ndërsa universi duket sikur mban frymën në çastin kur tingulli i parë çan hapësirën dhe fillon përshkallëzimi i gjykimit. Me çdo tingull, jo vetëm që një pjesë e krijimit preket, por vetë struktura e botës duket se lëkundet, sikur realiteti po ekspozohet në brishtësinë e tij përpara shenjtërisë së Perëndisë. Toka goditet, bimësia përfshihet nga flakët dhe peizazhet që dikur simbolizonin stabilitet kthehen në hije tymi. Deti turbullohet dhe bëhet si gjak, anijet humbasin drejtimin, ekonomitë fillojnë të shemben, ndërsa lumenjt dhe burimet e ujit helmohet, duke prekur vetë burimin e jetës. Qielli erësohet pjesërisht, dielli dhe hëna zbehen, dhe drita që dikur duke e garantuar bëhet e pasigurt, duke krijuar një atmosferë ankthi global. Por në mes të gjithë kësaj tronditjeje, zemra njerëzore mbetet e fortë, e ngurtë në krenarinë e saj, duke refuzuar pendesën edhe kur paralajmërimet janë të qarta. Ndërsa borit vazhdojnë, skena bëhet më e errët dhe më e thellë, sepse tani vizioni kalon nga shkatërimi natyror në realitetin shpirtëror që fshihet pas tij, dhe një yll i rënë hap humnerën, prej nga dalin forca që përshkruhen me gjuhë simbolike si krijesa të frikshme, duke përhapur ankth dhe turbullim, një metaforë e fuqishme për errësimin e mendjeve dhe përhapjen e mashtrimit. Njerëzit kërkojnë zgjidhje, por ajo që gjen është frikë dhe konfuzion, ndërsa ushtri të mëdha marshojnë mbi tokë, duke sjellë konflikt dhe gjakderdhje në një shkallë që te kalon imagjinatën, dhe megjithatë, edhe pas gjithë kësaj, pendesa mbetet e rrallë, sepse problemi nuk është mungesa e provave, por mungesa e përulësisë. Në këtë klim tensioni të vazhdueshëm, vizioni ndalet për një çast intim dhe profetik. Një engjëll i fuqishëm zbret me një libër të vogël në dorë, dhe Gjoni udhëzohet ta hajë atë, duke përjetuar shijen e ëmbël të fjalës së Perëndisë që mbart premtim dhe shpresë, por edhe hidhsinë që vjen kur e vërteta përmban gjykim dhe dhimbje. Ky moment është një kujtesë se zbulesa hyjnore është gjithmonë e dyfisht, ngushëllim për besnikët dhe alarm për rebelët. Pastaj në skenë dalin 2 dëshmitar, figura të fuqishme profetike që qëndrojnë në mes të një bote armiqësore dhe flasin me autoritet, duke thirrur për drejtësi dhe kthim tek Perëndia për një periudhë të caktuar. Ndërsa fuqia e tyre për të dënuar padrejtësinë dhe për të shpallur të vërtetën i bën të padurueshëm për sistemin dominues. Kamera e këtij vizioni duket sikur ndalet mbi rrugët e një qyteti të madh, ku trupat e tyre shtrihen të pajet pasi një bish që ngrihet nga humnera i vret, dhe bota feston me një lloj lehtësimi të ftohtë, duke menduar se zëri i ndërgjegjes është shuar përfundimisht. Megjithatë, pas 3 ditësh e gjysmë, fryma e jetës hyn sërish në ta. Ata ngrihen në këmbë përpara syve të armiqve të tyre, dhe frika zëvendëson festën,
sepse bëhet e qartë se fjala e Perëndisë nuk mund të mposhtet nga dhuna. Narrativa pastaj zhvendoset në një plan më të thellë kozmik, ku shfaqet një draguar i madh i kuq, i identifikuar si Satani, figura e vjetër e mashtrimit që kërkon të shkatërrojë planin e shpëtimit që nga fillimi. Por përpjekjet e tij dështojnë dhe ai hidhet në tokë, duke kthyer tërbimin e tij kundër atyre që mbajnë dëshminë e Krishtit. Këtu tensioni rritet, sepse përndjekja nuk është më thjesht politike apo sociale, por shpirtërore dhe sistematike. Nga deti ngrihet një bish, e fuqizuar nga dragoi, një figurë që përmbledh kulmin e pushtetit të korruptuar, me autoritet global, retorik blasfemuese dhe një aftësi hipnotizuese për të magjepsur kombet. Ajo paraqitet si zgjidhje për krizën, si garant i stabilitetit, si figura e fortë që mund të rikthejë rendin, dhe bota, e lodhur nga kaosi, i dorëzohet me admirim. Nga toka del një bish e dytë, profeti i Rem, që nuk sundon me forcë brutale, por me shenja dhe manipulim, duke drejtuar adhurimin e njerëzve drejt bishës së parë dhe duke krijuar një strukturë që imiton trinin hyjnore, por që në thelb është një karikaturë e saj, një trini e Rem e bazuar në pushtet, frikë dhe mashtrim. Shenja e bishës bëhet simboli i këtij sistemi, një akt besnikërie që lidh pjesëmarrjen ekonomike me nështrimin shpirtëror, duke e bërë të qartë se betejë nuk është thjesht për tregjet apo për politikën, por për adhurimin dhe identitetin. Në këtë klim presioni, shumë përkulen, por jo të gjithë, sepse në një kontrast të fuqishëm, vizioni zhvendoset tek qenjit që qëndron me besnikët e tij, një grup që nuk është i madh në numra krahasuar me masat, por që është i qëndrueshëm në besnikëri. Pastaj shpallet rënja e Babilonisë, simboli i sistemit global të korrupsionit, lakmisë dhe imoralitetit që ka joshur kombet me pasurinë e saj dhe i ka dehur me luksin e saj. Dhe skena përshkruhet si një qytet madhështor që digjet, ndërsa tregtarët dhe mbretërit e tokës vajtojnë për humbjen e fitimeve të tyre. Vajtimi i tyre nuk është për drejtësinë, por për humbjen e privilegjit, ndërsa qielli shpërthen në gëzim sepse drejtësia, e vonuar për shumë kohë, më në fund është vendosur. Kulmi vjen kur qielli hapet dhe shfaqet Krishti si mbret i mbretërve, jo më si qengji i therrur, por si gjykatësi drejt, i hipur mbi një kal të bardhë, me një emër që askush nuk e njeh plotësisht përveç tij, dhe ushtrit qiellore e ndjekin. Përplasja që pason nuk përshkruhet si një betejë gjatë e barabartë, sepse pushteti i tij është absolut, dhe bisha bashkë me profetin e Rem kapen dhe hidhen në gjykim përfundimtar, duke treguar se sundimi i tyre, megjithse duke i pathyeshëm, ishte gjithmonë i përkohshëm. Në këtë mënyrë kapitulli mbyllet jo me paqartësi, por me një deklaratë të qartë sovraniteti. Përplasja mbretërive nuk është një duel i barabartë mes dritës dhe errësirës, por një zbulim progresiv i faktit se çdo pushtet që ngrihet kundër Perëndisë është i destinuar të bjerë, dhe se në fund, historia nuk drejtohet nga mashtrimi, por nga drejtësia e atij që mbretëron mbi të gjitha. Pas rënjes së bishës dhe profetit të Rem, skena nuk mbyllet me njëherë me përfundimin e gjithçkaje, por zhvendoset drejt një faze të re në dramën kozmike, ku një engjëll zbret nga qielli me qelsin e humnerës dhe me një zinxhir të madh në dorë, duke kapur dragoin, gjarprin e lashtë, që është Satani, dhe duke e lidhur për 1000 vjet, në një akt që simbolizon kufizimin e përkohshëm të fuqisë së mashtrimit që kishte përshkuar historinë njerëzore. Ky moment nuk është thjesht një ndëshkim, por një shpallje se e keqja, sado e zhurmshme dhe agresive të ketë qenë, ka qenë gjithmonë e nështruar ndaj autoritetit hyjnor, dhe se tani fillon një periudhë ku sundimi i Krishtit manifestohet pa kundërshtim të drejtë për drejtë Satani. Në këtë periudhë të quajtur mijëvjeçari, vizioni paraqet fron dhe ata që ulen mbi ta, shenjtor që kishin qëndruar besnik edhe përballë përndjekjes, madje edhe martirizimit, dhe që tani marrin pjesë në mbretërimin e Krishtit, duke përmbysur logjikën e botës ku pushteti i përket më të fortëve, sepse këtu nderohen ata që duruan, ata që nuk pranuan të përkulen para bishës, ata që zgjodhen besnikërinë mbi siguri. Është një skenë që përçon jo vetëm drejtësi, por rehabilitim moral të historisë, një kthim i dinjitetit për ata që u konsideruan të humbur nga sistemi i mëparshëm. Megjithatë, edhe kjo periudhë paqeje nuk është fundi përfundimtar, sepse pas plotësimit të kohës së caktuar, Satani lirohet për një kohë të shkurtër, dhe ky çlirim i përkohshëm zbulon një të vërtetë të thellë mbi natyrën njerëzore. Edhe pas një epoke të drejtësisë dhe stabilitetit, ekzistojnë zemra që janë të gatshme të rebelohen. Ai mashtron sërish kombet, të simbolizuara si Gog dhe Magog, duke i mbledhur për një përpjekje të fundit kundër shenjtorëve dhe qytetit të dashur, një rebelim që duket si një ringjallje e tensioneve të vjetra,
por që mbyllet me një akt të menjëhershëm gjykimi hyjnor, sepse zjarr zbret nga qielli dhe i konsumon, dhe dragoi hidhet në liçenin e zjarrit, aty ku tashmë ndodhen Bisha dhe profeti i Rem, duke vulosur fundin e përhershëm të rebelimit kozmik. Pas kësaj, vizioni arri në një nga momentet më solemne dhe më të rëndësishme të gjithë zbulesës. Shfaqet një fron i madh i bardhë dhe ai që ulet mbi të, përpara të cilit toka dhe qielli duket sikur tërhiqen, duke theksuar madhështinë absolute të këtij gjykimi përfundimtar. Të vdekurit, të mëdhenje të vegjël, qëndrojnë përpara fronit, dhe librat hapen, duke simbolizuar transparencën e plot të veprave njerëzore, sepse asgjë nuk mbetet e fshehur përpara drejtësisë hyjnore. Mes këtyre librave është edhe libri i jetës, që përfaqëson përkatësinë ndaj Krishtit, dhe gjykimi nuk është arbitrar apo emocional, por i bazuar në të vërtetën e plotë të jetës së secilit. Ata që nuk gjenden të shkruar në librin e jetës përballen me atë që quhet vdekja e dytë, një ndarje përfundimtare nga prania e Perëndisë, duke e bërë të qartë se liria njerëzore ka pasoja të përjetshme. Por historia nuk përfundon me gjykim. Ajo vazhdon drejt restaurimit. Gjoni sheh një qiell të ri dhe një tokë të re, sepse qielli i parë dhe toka e parë kishin kaluar, dhe deti, simboli i kaosit dhe ndarjes, nuk ekziston më. Në horizont shfaqet një qytet madhështor, Jerusalemi i ri, që zbret nga qielli i stolisur si një nuse për burrin e saj, një imazh që përzien arkitekturën me intimitetin, madhështinë me dashurinë. Një zë i fuqishëm shpall se banesa e Perëndisë është tani me njerëzit, duke theksuar kulmin e planit hyjnor. Jo vetëm shpëtim individual, por bashkëtesë e përhershme midis krijuesit dhe krijesës. Në këtë krijim të ri, vdekja nuk ekziston më, as vajtimi, as britma, as dhimbja, sepse gjërat e para kanë kaluar, dhe ai që ulet në front deklaron se po i bën të gjitha gjërat të reja, një pohim që nuk nënkupton thjesht zëvendësim, por transformim total të realitetit. Qyteti nuk ka nevojë për tempull, sepse vetë Perëndia dhe qengji janë tempulli i tij. Nuk ka nevojë për diell apo hën, sepse lavdia hyjnore e ndriçon atë, dhe kombet ecin në dritën e tij, duke treguar se shpëtimi nuk është izolim, por harmoni universale. Një lum i ujit të jetës rrjedh nga froni, i pastër si kristal, dhe në të dy anët e tij rritet pema e jetës që jep fryt çdo muaj, duke rikthyer imazhin e Edenit, por këtë herë pa mundësinë e rënjes, sepse mallkimi është hequr përfundimisht. Shërbëtorët e Perëndisë shohin fytyrën e tij dhe mbajnë emrin e tij mbi ball, një simbol i përkatësisë dhe intimitetit të plot, dhe mbretërojnë për jetë, jo si tiran, por si bashkëtrashëgimtar në një mbretëri drejtësie dhe paqeje. Kapitulli mbyllet me një thirrje dhe një premtim, sepse Krishti shpall se vjen shpejt, dhe përgjigjja e besimtarëve është një lutje zjarr që ai të vijë, duke lënë narrativën jo në frikë, por në pritje shprese. Në këtë mënyrë, kapitulli i tretë nuk është thjesht fundi i një serie gjykimesh, por përmbushja e një historie të gjatë shpëtimi, ku drejtësia dhe mëshira bashkohen, ku e keqja mposhtet përfundimisht, dhe ku krijimi i ri shpall se qëllimi i fundit i Perëndisë nuk ishte shkatërrimi, por restaurimi i plotë i gjithçkaje.